Historia për ndryshim të parcelave, ku tashmë është ndërtuar kompleksi shumëkatësh, filloi më 29 maj 2025. Nexhmedin Haliti, vëllai i kryetarit të komunës së Vitis, Sokol Haliti, parashtroi kërkesë për rirregullimin e kufirit të parcelës. Kërkesës i paraprinin kontratat e Halitit me 10 pronarët e parcelës për themelimin e bashkëpronësisë dhe bashkëinvestimit. Kërkesa në komunë, investitorit Haliti i mundsonte që të bashkoheshin pronat private, e të cilat ndaheshin nga rruga, që ishte pronë publike. Lidhur me rregullimin e kufirit, sipas dokumenteve të siguruara nga betimi për drejtësi, kryetari Sokol Haliti kishte autorizuar zyrtaren ligjore të komunës së Vitis, Albulena Haxhiun, që të ndërmerrte veprimet juridike pranë drejtorisë për kadastër, pronë dhe gjeodezi. Rregullimi i kufirit dhe ndarja e parcelës përfshinte sipërfaqen kadastrale me 5188 metra katror nga 10 pronar juridik dhe parcelën e komunës me sipërfaqe 180 metra katror. Ndërkaq, një pjesë e pronës private kaloi në pronësi të komunës. Dhe më 11 qershor të vitit të kaluar, Drejtoria për Kadastër mori akt vendim me të cilin aprovoi kërkesën e parashtruar nga pronarët juridik. Por a lejohet që ndërrimi i pronës publike të bëhet pa kaluar në kuvend komunal? Bekem Azizi, kryesuesi i kuvendit komunal në Viti, thotë që çdo këmbim i pronës komunale duhet të kalojë përmes kuvendit komunal. Nëse bëhet fjalë për pronat komunale, çdo këmbim i pronës komunale duhet të kalojë përmes kuvendit komunal, sepse pronat komunale janë pronat e kuvendit që kuvendi ka përgjegjësi. Në mandatin e kaluar kam qenë kryesues kuvendi dhe në gjatë mandatit nuk ka pas për parcelet ku po bisedohet, nuk ka pas ndonjë propozim vendim që i na marrë me këtë çështje. Por në kuvend komunal nuk ka pas të ngritje të kësaj problematike dhe nuk u diskutua asnjëherë kjo çështje.